Fajdegjinët operojnë me të madhe edhe në rajonin më të gjerë të Pollogut, në ndërkohë që supozohet se numri viktimave të kësaj forme keqpërdorimit të personave në nevojë është shumë i madh. Të dhënat e sektorit të punëve të brendshme në Tetov flasin se gjatë vitit që e lan pas janë regjistruar 11 raste kur persona të caktuar kanë denoncuar fajdegjinët për shantazh dhe kërcënime të ndryshme. Nga ky nivel paralajmërojnë intensifikim të aksioneve për kapje të fajdegjinëve dhe me këtë rast kërkohet bashkëpunim edhe nga personat e dëmtuar. Fajdeja si një nga format klasike të krimit, si dhe detyrimet e shantazhet, si efektet të saj anësore të lidhura ngushtë, e që po ashtu paraqesin vepra penale, nuk e kanë kursyer as regionin më të gjerë të Pollogut. Argument për këtë janë 11 rastet e fajdegjinëve që sektori punëve të brendshme Tetov ka regjistruar gjatë vitit të kaluar. Nga ky nivel supozojnë se ky numër është shumë fish më i madh, duke marrë parasysh se personat e caktuar të cilët janë viktimë me parave me fajde nuk i kanë paraqitur rastet e këtilla nëpër organet kompetente, duke u friksuar nga pasojat të tjera të mundshme për ta dhe familjet e tyre. Për këtë arsye, sektori për punë të brendshme Tetov i inkurajon personat të cilët kanë rënë në kurthin e fajdegjinëve e të cilët në një formë apo tjetër vazhdojnë të jenë viktime personave që ofrojnë para me fajde dhe për to më pas për çdo ditë kërcënohen që të paguajnë sasi të mëdha të kamatës, rastet i denoncojnë në stacionin më të afërt policor. Kjo për arsye se çdo mosparaqitje rasteve të këtilla tek organet e rendit mund të rezultojë me situata akoma më të tensionuara, të cilat mund të përfundojnë edhe me humbje të pazëvendësueshme të personit që ka marrë para me fajde, por edhe ndonjë nga familjarët e tij. Sektori i punëve të brendshme Tetov edhe një herë përkujton se fajdeja është vepër penale e cila sankcionohet me gjop, me para apo me burgim deri më 3 vite. Kjo sipas nenit 260 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë. Për vepër penale shantazh është parapar burg në kozgjatje prej 3 muajve deri më 5 vite. Sektori i punëve të brendshme gjatë periudhës në vazhdim do të intensifikojë aktivitetet preventive, të cilat kanë të bëjnë me këtë formë të kriminalitetit klasik dhe me këtë rast presin bashkëpunim nga banorët e dëmtuar nga fajdeja.